Po kjo kultura tjetër e mos pranuarit debatit, nga na vjen, po e themi kështu. Sepse, le ta themi për parantez, ju nga kjo studio keni shprehur kritik ndaj një figure të rilindjes për cilën pastaj jeni ndjeshur me lloj qëndrimesh nga më ekstreme dhe nga më të çuditshmet. Kjo kultura e mos, pra ne kemi edhe një akulturë, po themi të llojit të debatit, pranimit tjetrit ose mos pranimit tjetrit. Është interesant që kjo intolerancë vjen nga ata që spaku e shpallin veten që janë liberal dhe që janë për mendimin e lirë, ndërsa në momentin që shohin para vetes një mendim ndryshe, e gërsohen dhe bëhen bash antiliberal. Dhe kjo është një problem shumë interesant për ta studiu. Kjo ndodh për një arsye të thjeshtë, sepse formimi i tyre bazik, themelor, është stalinist në esencë, është marksist. Dhe ata, për shkak se nuk kanë mërrit të zhvillohen, të transformohen, kanë mbetë mbrenda atij qarku të mendësisë staliniste ose marksiste, e cila e promovon vetëm një mendimsinë dhe e lufton çdo alternativë tjetër të mendimit. Unë të gjithëve ju them, unë e përqafoj konceptin e Popperit për pluralizmin kritik. Idetë e mia dhe bindjet e mia janë ato që unë i shpreh publikisht. Ju fare, nuk jeni të detyruar t'i pranoni me njëherë, as të mendoni si unë. Ju mund gjeni alternativa të tjera, mund t'i kontestoni edhe hipotezat edhe tezat e mia, por që keni me mua. Unë jam qytetar i këtij vendi, në ato polemika që ju i referuat. Ka pas propozime me më shkallë persona non grata në Shqipëni, pse kam qujtë një poezi që... Një vargë, është një vargë, faktikisht. Një vargë, ose, për shembull, kam pas etiketime nga ma morbide, duke më qujtë turk, arab, mbetje orientale. Domethënë, kjo lloj intolerance vjen mas pari prej formimit stalinist, prej paditurisë dhe prej mungesës së respektit për vlerat. Tham, na asnjëri nuk mendojmë njësoj për gjitha çështjet. Ka disa çështje për cilat kemi unitet të plot, siç janë, si më thonë, ngjarjet e mëdha historike, figurat e mëdha, por pjesa tjetër është debati i hapur. Dhe sa më shumë që promovohet debati i hapur, ne krijojmë mundësi më shumë me ndriçu anën e errët të periudhave historike, të problemeve shoqërore, jetësore, edhe e dinamizojmë shoqërinë. Në momentin që na njerëzit i friksojmë me etiketime të vrashta, atëherë çfarë ndodh? Një pjesë e njerëzve do të tërhiqen, sepse nuk duan të bëhen pjesë e kësaj zhurme, dhe atëherë varfrohet debati publik, varfrohen idetë dhe çfarë bëhet? Dominojnë idetë agresive, idetë totalitare. Dhe kjo pastaj paraqet rrezik për zhvillimin e shoqërisë. Na saktësisht jetojmë në një rrezik të tillë. Ju e përmendet dy herë Fatos Luboni. Fatos Luboni është reprezent intelektuali që ka mendimin e lirë. Nuk ka lidhje aja qëllën, as ja qëllën gjithmonë, sepse asun nuk ja qëllën gjithmonë, as nuk ka njeri që ja gjithmonë ka eksaktësi matematikore. Por, çfarë bëjmë na? Na japim disa versione, disa teza tona. Të tjerët mund t'japin tjera dhe në këtë dialog të hapun, i cili kur nuk mbyllet, po i cili respekton dinitetin e participuesve, zhvillohet mendja e lirë, zhvillohet mendimi i lirë dhe shoqëria përfiton. Pra unë jam i thtar i kësaj mënyre të veprurit. Unë asnjëherë nuk i kam shoh këta, si më thonë, këta islamofobët që s'lan gjapa më thonë, për kur si kam qujtë anti-shqiptar, as mbetje të Vatikanit ose diçka e tillë. Nuk më shkon mendja me qujtë, sepse krejt që ka e di është që jetë padishun. Dhe përpjekja pastaj ime është që përmes lënies hapun të mundësisë të polemikave të dialogut, të vëmë dialog dhe të shohim, si më thonë, aty ku unë mund të kem ndonjë tezë të pasakt, unë gjithmonë kam kurajnë intelektuale që ta pranoj, ta korrigjoj, edhe t'i referohem asaj që është, sepse synimi jonë është t'i afrohemi të vërtetës. Kjo është
postulati kryesor i debatit që zhvillohet. Sepse kjo temë, pikërisht ky konstatim është edhe ka për autor si Lubonjër, mos përputhja midis promovimit të vlerës së tolerancës shqiptare, sepse vërtet jemi shoqëri multifetare edhe multikrahinore, po themi multietnike në disa segmente të saj, po njëkohësisht faqim një intolerancë të jashtëzakonshme në pranimin e tjetrit, në pranimin e mendimit tjetrit, pastaj një intolerancë që është shfaqur edhe në rastin e një regjimi gati gjysmë shekullor, siç ka qenë komunizmi, paktën është qasja e Lubonjës në këtë aspekt.